Këto zgjedhje u zhvilluan në një atmosferë frustrimi dhe lodhjeje të votuesve, ndërsa qasja fizike në vend votime mbetit problem. I thrasin politikanët të mos shkaktojnë më lodhje dhe dëshpërim të popullit të Kosovës. Pra për herën e tretë në 16 muaj votuesit në Kosovë u thirrën në zgjedhje pas pamundësisë së partive politike për të arritur një marrëveshje dhe për të zgjedhur një president, gjë që çoi në shpërndarjen e kuvendit. Delegacioni ynë mirëpret zhvillimin e rregullt dhe të qetë të zgjedhjeve të parakohshme të Kosovës me 7 qershor 2026, të cilat u mbajtën pa incidente të mëdha. Këto zgjedhje u zhvilluan në një atmosferë frustrimi dhe lodhjeje të votuesve. Fushata tradicionale ishte e karakterizuar nga mungesa e debateve thelbësore dhe u vrejt një zhvendosje drejt fushatës digjitale në një vend me histori të pjesëmarrjes së lartë në votime, rënja e konsiderueshme pjesëmarrjes së votuesve, megjithatë duhet të shërbejë si një sinjal alarmi. Në numrin e kufizuar të vendvotimeve që vëzhguam, delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhor treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë dhe e rregullt, ndërsa vendvotimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësues të komuniteteve shumicë dhe jo shumicë. Megjithatë, vështirësi gjuhësore të shkaktuara nga përfaqësimi i pamjaftësueshëm i komunitetit që përbën shumicën në disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet. Po ashtu, përfshirja e shumëgjuhësisë mund të përmirësohet më tej. Delegacioni vuri re gjithashtu përmirësime në rregullimin e asistencës për votuesit me nevoja të veçanta, ndërsa qasja fizike në vend votime mbetit problem. Një numër rekord votuesish nga diaspora u regjistruan për këto zgjedhje. Megjithatë, vendimi i vonshëm i KQZ-s për të lejuar votimin me dokumente identifikime të skatuara si dhe anulimi nga PZAP vetëm pak ditë para zgjedhjeve shkaktoi konfuzion, duke bërë që KQZ-ja të përdorte verifikime shtesë të fletë votimeve postare pas pranimit të tyre në Prishtinë. Delegacioni dëgjoi nga disa bashkëbiseduese fushata shkurtër dhe ditore u shoqërua me pretendime për keqpërdorim të burimeve administrative nga qeveria në detyrë, përfshirë shpërndarjen e synuar të ndihmave sociale dhe njoftimin për subvencione të linjave ajrore për diasporën. Koha e këtyre masave u perceptua gjerësisht si e synuar për të favorizuar partinë pushtet. Peizazhi mediatik në Kosovë është i larmishëm, megjithatë, delegacioni mori raportime për video të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, dezinformim dhe paraqitje në llogarive të rreme që mund të ndikojnë në vendimarrjen e informuar të votuesve. Ekzistojnë shqetësime për kapacitetin e kufizuar të vendit për të përballur me këto kërcënime dhe për mungesën e përgjigjeve adekuate institucionale për largimin e përmbajtjeve të dëmshme. Për më tepër, ndërhyrja nga Serbia u raportua se synonte ndikimin e votës së serbëve të Kosovës në favor të një partie caktuar. Veçanërisht shqetësues ishte fakti se dezinformimi dhe abuzimi online shpesh kishin në shënjestër gratë politikane duke minuar aftësinë e tyre për të bërë fushat dhe për të marrë pjesë në jetën publike. Delegacioni u bën thirrje tani të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur që të angazhohen në dialog vërtet konstruktiv, të arrijnë kompromiset e nevojshme për të zgjedhur me shpejtësi presidentin dhe për të avancuar proceset demokratike të vendit. Votuesit e Kosovës kanë folur qartë, ata tani presin që përfaqësuesit e tyre të zgjedhur të tregojnë udhëheqje vendimtare, të kërkojnë kompromise konstruktive dhe ta çojnë vendin përpara në rrugën e tij euroatlantike, duke i dhënë fund të gjitha lojrave cinike politike. Demokracia kërkon kompromis dhe ndërtim koalicionesh, jo fitore me logjikën fituesi me gjithçka. I thrasin
politikanë që me seriozitet ta marrin përsipër këtë përgjegjësi dhe besim që është dhënë prej popullit të Kosovës dhe të fillojnë dialogun i cili është i orientuar drejt zgjedhjeve konkrete dhe të mos shkaktojnë malodhje dhe dëshpërim të popullit të Kosovës.